Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë hapësirë të intervistës, ku sot ja kemi kushtuar sindromes burnout në mjeksi. Në fakt në Shqipëri është mjaft pak e përfolur, por në rendin global është kthyer në një problematik. Të dhënat dhe studimet ndërkombëtare flasin për 40 deri në 60% të mjekëve të vendeve të ndryshme të botës që preken nga kjo sindrom. Pra që përjetojnë një lodhje të tejskajshme, por edhe që humbin motivimin profesional, por për të folur më shumë në detaje, ne kemi të ftuar sot mjekën pediatre, njëkohësisht ambasadorëve të rinjve në Bashkimin Evropian, doktoresh Loreta Gjoni. Doktoresha, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit për ftesën, Ida. Atëherë për të ndalur fillimisht tek sindroma burnout në mjeksi, çfarë kuptojmë në fakt, duke qenë se ju jeni fushës dhe e njihni akoma më mirë dhe si e keni parë situatën në vendin tonë, sa e përhapur është ky fenomen? Burnouti është një gjendje e raskapitjes apo e lodhjes emocionale, fizike, mendore, të cilën për fat të keq çdo mjek përgjatë karrierës së tij profesionale e përjeton të paktën një herë në jetë. Pa diskutim që ka faktorë të ndryshëm të cilët çojnë drejt një gjendjeje të tillë, le ta quajmë, por e rëndësishme është të kuptohet për popullatën që kjo është një problematikë e cila nuk prek vetëm mjekët, por prek të gjithë individët e popullatës, të cilët janë të angazhuar në një karrierë profesionale e cila ka të bëjë me njerëz, ka të bëjë me përgjegjësi të shtuara, ka të bëjë me përgjegjësi në vetë të parë apo të drejtë për drejta. Pa diskutim që në Shqipëri flitet shumë pak, në Europë, por edhe në botë është një çështje e cila ka marrë vëmendjen e duhur të mass medias, pra të hapësirës së rrjeteve sociale dhe informimit publik. Cilat janë ato simptoma të cilat shfaqen mund të jenë shfaqur edhe tek ju në një moment të caktuar apo te kolegët të cilët ju bashkëpunoni çdo ditë dhe sa janë bluzat e bardha të mbështetur edhe nga ana psikologjike në momentin kur shfaqen pra probleme të tilla? Pa diskutim që secili mjek në Republikën e Shqipërisë dhe në çdo shërbim shëndetësor, kam përshtypjen të çdo vendi të botës, përballet me problematikën apo me sindromin e burnoutit, të paktën një herë përgjatë karrierës së vet. Pa diskutim që raskapitja apo lodhja emocionale, mendore, shpirtërore, fizike është pjesë e kushteve të punës, vetiu edhe për shkak të natyrës së përgjegjësisë etike që mbart profesioni i mjekut. Pa diskutim që i përjetojmë këto problematika, por duke qenë se për fat të mirë mjeku është një individ të përformuar në pikpamjen e upbringing apo të edukimit arsimor dhe akademik, dhe sigurisht që ka edhe një sens vendërgjegjësimi në marrëdhënie me këtë problematik. Kështu që ne kur e gjejmë veten tonë paksa të mbingarkuar në pikpamjen emocionale, në pikpamjen mendore, në pikpamjen fizike, pa diskutim që marrim kohën dhe hapësirën tonë për të shkarikuar nga energjitë negative, le ta themi të tillë, dhe për të karikuar me energji pozitive. Marrim kohën tonë, ndoshta edhe 1 ditë, 2 ditë, apo dhe 3 ditë leje për të shkëputur nga puna dhe reflektojmë, dalim në natyrë, udhëtojmë, kalojmë kohë pranë familjes, larg mjeteve të telefonave, si që janë telefonat apo kompjuterat, larg rrjeteve sociale, me pak fjalë. Sigurisht që çdo mjek e përjeton edhe me komunikimet e bisedat e përditshme që unë kam me kolegët e mi mjek, pa diskutim që edhe ata ndoshta jo të gjithë kuadrin simptomatologjik të burnoutit, por të paktën element të shprehur të tij, pa diskutim që i përjeton. Por kjo nuk ngelet në ndërgjegje as të shoqërisë, kjo nuk ngelet në ndërgjegje as të politikave sociale në pikpamjen e zbatueshmërisë së tyre, pasi kjo është një problematikë e cila vetiu e prek figurën e mjekut për shkak edhe të atyre përgjegjësive të cilat ne i sqaruam shumë bukur në krye të bisedës tonë. Është një përgjegjësi e shtuar jetike dhe është sidomos shërbimet saktuara, për shembull ku unë kam fatin të
përndaj dhe të shërbej dijen time profesionale, siç është shërbimi i urgjencës, i cili është një shërbim në cilin mua më duhet që të kem aftësitë e konsoliduara të vendimarrjes, moralit të lartë, të fortë, karakterit të konsoliduar në pikpamjen e të qenurit i vendosur për vendimarrjen time, pasi më kërkohet që të bëj një vendimarrje në një kohë të shpejtë dhe shumë të saktë. Pasi është shërbim urgjence dhe normalisht ka problematikat e veta. Cilat mendon që janë zona që mund të hasin më shumë problematika edhe që mund të preken, pra mjekët janë të predispozuar të jenë të rrezikuar nga sindroma burnout, dhe si është një ditë specifike, një ditë e një mjeku? Nuk besoj se ka të bëjë me tipologji në pikpamjen karakteriale të një grupi të caktuar të popullatës, pasi si mjeku i cili shërben në një zonë qendrore, ai i cili shërben në një zonë rurale, diku më larg, diku më afër, mendoj se popullata është kudo e njëjtë dhe ne si intelektual humanist, pa diskutim që duhet t'i shërbejmë pacientit me ndërgjegje, përkushtim, devotshmëri dhe mbi të gjitha të ndërgjegjësuar që ajo është një zgjedhje vetjake, të cilën ne kemi bërë 18 vjeç, të nxitur pak nga familja, pak nga thirrja e brendshme, por edhe pak nga ndikimet sociokulturore, duke parë dhe duke dëgjuar që të bëhesh mjek garanton të ardhmen, konsolidor si një figurë prestigjioze në shoqëri etj. Këto ndikime na kanë bërë që ne ta zgjedhim si profesion, pa diskutim që në thelb të kësaj zgjedhjeje mbetet dëshira e brendshme që në fëmijërinë e ershme për të shërbyer popullatës, të paktën referoj rastin tim. Por nuk mund të them që edhe faktorët të cilët i përmenda më sipër nuk më ndikuan në zgjedhjen time. Pa diskutim që patën atë ndikimin e vet. Unë për shembull, nesër fëmijës tim nuk do ta ndikoj, të paktën në mënyrë të drejtë për drejtë që ta zgjedhë një profesion të tillë. Do ta lë të lirë, ndryshe thënë, që të zgjedhë dhe të zhvillohet në talentet e veta. Po duhet të ndalemi dhe tek një fenomen tjetër, siç është largimi i bluzave të bardha, eksodi viteve të fundit, dhe kjo detyrimisht do të ndikojë edhe tek sistemi shëndetësor. Sa më pak mjek të kemi, aq më shumë ngarkesë do jetë tek ju, oraret të zgjatura. Si e keni parë këtë pjesë? Kjo është një problematike e cila për hir të së vërtetës i da prek gjithë vendet e Bashkimit Evropian, madje kam dëgjuar në studim të fundit që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e vuajnë një problematikë të tillë. Tingëllon pak sa absurde, pasi atje është toka e premtuar dhe normalisht mundësirat për punësim, pa diskutim që janë të larta dhe të shtuara. Por përsëri profesionet mjekësore si mjek, infermier dhe profesionistët e tjerë të shëndetit publik, këto lloj profilizimesh degësh në universitet mbeten gjithmonë të lakmuara, por mbeten gjithmonë më pak të preferuara, sidomos në botë. Për arsye se ata e kanë kuptuar shumë kohë para nesh që profesionet mjekësore janë shumë fisnike për të ushtruar dhe për të përftuar si tituj, por pa diskutim që ata vinë me kosto në një ngarkesë shumë të madhe, emocionale, shpirtërore, fizike, të cilën nuk e di nëse unë personalisht mendoj se ja vlen, por nuk e di nëse deri në fund të jetës do të jem e njëjtit mendim, pasi lodhja, stresi, në të gjitha pikpamjet realisht ka kostot dhe efektet e veta në organizëm. Ne nuk jemi vetëm qenie profesionale, ne jemi qenie sociale, jemi qenie shpirtërore, dhe pa diskutim që prekemi nga problematikat e ndryshme, duke filluar që nga ato familjare, nga ato vetjak shëndetësore, nga ato sociale, nga padrejtësitë etj, po kjo ndikon edhe në performancën tonë si mjek, pa diskutim me efektet e veta. Keni ndonjë rast ndonjë mjeku i cili për shkak të këtyre problematikave, pra këtyre ngarkesave që ju thatë, ka vendosur që të heqë dorë? Edhe nga ana tjetër, si keni parë spitalet publike, duke qenë se kemi një pjesë të mjekëve që largohen, a ka një numër të mjaftueshëm mjekësh, infermierësh, krah pacientëve të cilët shfaqen në këto spitale, sepse kemi parë edhe ngarkesat e herpashershme të pacientëve që drejtohen në spitalet publike? Për fat të mirë, nuk e kam një rast të tillë për ta referuar. Uroj mos të ndodhi, do të ishte zemërthyese që një nga shokët tanë të luftës, metaforikisht thënë, të largoj nga fushbeteja
e jetës, pra shëndetësia, ofrimi i shërbimeve, për shkak të problematikës se cilët ju e hipotetizuat. Por kjo nuk do të thotë se për arsye të tjera të ndryshme, secili prej mjekëve ka vendosur ndoshta edhe të imigroj, ka vendosur ndoshta edhe të kërkoj mundësira në një vend tjetër të Bashkimit Evropian apo diku më gjerë, por kjo nuk mbetet dhe duhet ta theksoj, kjo nuk mbetet një problem i shoqërisë, kjo nuk mbetet një problemi politikave sociale dhe shëndetësore. Kjo mbetet më tepër në ndërgjegjën e gjithë secilit prej nesh dhe në ambicjen profesionale, në aspiratën e secilit prej nesh për të zhvilluar, për të konsoliduar, për të rritur në një tjetër dimension në pikpamjen e dijes profesionale dhe zhvillimit të karrierës, dhe në kuadër të lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave, pa diskutim që një problematikë e tillë nuk mund të konsiderohet një problem i një vendi të caktuar. Pasi çdo njeri ka të drejtë që të bëjë një zgjedhje të caktuar në një moment të caktuar ku ai gjykon që një mundësi ndryshe e ndikmon atë që të zhvillohet ndryshe. Fatkeqësisht vitet e fundit kemi parë edhe raste të goditjes në krye të detyrës. Pra pacientë të ndryshëm që në revolt të sipër kanë shpërthyer kundrejt mjekut. Sa të sigurt ndiheni ju në vendin tuaj të punës? Ka pasur raste që ju vërtet jeni kërcënuar dhe sa të mbështetur jeni edhe nga instancat përkatëse? Pa diskutim që ka ndodhur problematika të tilla, janë zemërthyese kur ti dëgjon që një agresion i tillë, qoftë verbal, qoftë fizik, ndodh kundrejt figurave prestigjioze, siç është mjeku, infermieri. Ka ndodhur madje që edhe antar të tjerë të stafit ton shëndetësor, të ekipit ton mjekësor, se në ekipin ton mjekësor bëjmë pjesë edhe sanitarët, ka një rol shumë të thelbësor në shërbimin e tyre, ka ndodhur që edhe ata në një moment për arsye të ndryshme, po jo personal të lidhura me ta, janë goditur në krye të detyrës. Kështu që sigurisht që ka patur raste të tilla, do ketë raste të tilla, uroj të jenë sa më të rralla rastet e tilla, por nuk mund t'i parandalojmë për sa kohë që tensionet e lidhura me kushtet shëndetësore të gjithsecilit prej nesh diktojnë një nivel shumë të madh të stresit. Është ajo shpreha që mos pafsh njeri në derë të spitalit, dhe është shumë e vërtetë se është një ngarkesë shumë e madhe emocionale dhe shpirtërore, fizike dhe mendore, pa diskutim. Pas punës si pediatre, ju jeni dhe ambasadorit të rinjve në Bashkimin Evropian. Si e ndani kohën tuaj mes shërbimeve që ofroni në spital dhe nga ana tjetër dhe angazhimet tuaja? Pa diskutim që kjo angazhim vjen me sfida të mëdha, pasi të përndash kohën ndërmjet dy angazhimeve të cilat në thelb e kanë të njëjtë qëllimin e tyre, ti shërbesh popullatës, grup moshës pediatrike, nga 0 deri në 14 vjeç, angazhimi i parë si mjeke pediatre, një titull prestigji, por jo më pak shpirt mbushës, le ta themi, edhe angazhimi si përfaqësuese të rinjve të Ballkanit Perëndimor, pasi kam shumë shkëmbime me të rinjt, jo vetëm të Shqipërisë, por të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, të Kosovës, të Maqedonisë së Veriut, të Serbisë, Malizi, Bosnjë Hercegovinës. Pa diskutim që bëjmë studime rreth dukurive të ndryshme, përhapim informacion, përhapim zhvillimet dhe fjalën e fundit të shkencës, të edukimit, të mundësive që Bashkimi Evropian ofron për të rinjt. Kemi ndërmarrë fushata të informimit publik rreth çështjeve të caktuara, të cilët kanë një interes të lartë dhe të drejtë për drejtë për mirëqenien e popullatës. Sigurisht që viteve në kod dhe viteve në vijim presim të bëjmë shumë më shumë, të afrojmë afër nesh sa më shumë të rinj, të zëshëm dhe të dedikuar për të formësuar në pikpamjen e mendimit sociopolitik në kuadër të një mendimi më të gjerë atij të Bashkimit Evropian, i cili synon të rekrutojë të rinj, të cilët pa diskutim janë idealist dhe kërkojnë që të jenë shërbyes
të mirë edhe të pandikuar nga fenomenet e dëmshme të egos dhe korupcionit, nesër t'i sjellim në formate të ndryshme të fushave të tyre të ekspertimit. Pak më përpara më the që fëmijës tim nuk doja sugjeroj, po do e lë të lirë në zgjedhjen tuaj. Në këtë rast që po flisni për të rinjtë të cilët aspirojnë që të jenë mjek, cilat janë këshillat që ju i jepni atyre? Duhet të ndjekin gjithmonë zemrën. Është profesionet mjekësore, janë profesionet të cilat bazë të zgjedhjes së tyre duhet të kenë thirrjen e brendshme. Sado që unë të referoj rreth rëndësisë së profesioneve mjekësore, sigurisht që secili prej tyre duhet ta ketë prirje, thirrje të brendshme që të bëhet një mjek i mirë. Pikë së pari duhet të jesh një njerëz shumë i mirë që më pas të formohesh një mjek shumë i mirë. Për mua si mjek ky është kusht kryesor. Empatizmi, humanizmi, parimet e shenjta dhe të larta të humanizmit janë një bazë shumë e mirë për formimin e backgroundit pa diskutim njerëzor, por pa diskutim edhe nesër profesional. Njerëzor përgjatë viteve të përgatitjes formimit të përgjithshëm që është vjeçar, mandej me titujt e specializimit dhe më pas edhe si një mjek pse jo specialist i formuar një fushë të caktuar. Është shumë e rëndësishme që të jesh njeri, të jesh pozitiv, të kesh prirjen dashamirëse për të trajtuar rastin, të jesh i pangesur në mëllëfet dhe në mërirat e aty për atyshme, të lindura në teren të tensioneve profesionale e tjerë, se profesioni mjekut është një profesion shumë i vështirë, por unë para se ata të bëhen mjek, do t'i këshilloj që ata të lexojnë librin Mjekët. Dhe me këtë besoj se u kam dhënë këshilla më të vlefshme në jetën e tyre. Përveç gjithë këtyre të mirave, do na cekni pak edhe ato problematika që ju hasin, sepse sistemi shëndetësor nuk është gjithmonë kaq lule, fush me lule, ka gjithmonë edhe ato problematika të ngecjet, cilat janë ato vështirësi që ju si mjek hasni në përditshmëri. Po pa diskutim, duke qenë se ka një numër të ullët të mjekëve të cilët shërbejnë në shërbimin shëndetësor, të infermierëve të cilët shërbejnë në shërbimin shëndetësor. Pa diskutim që dhe orët e punës shpërndahen tek pjesa tjetër. Dhe pa diskutim që ato efektet e burnoutit edhe këto ndikohen edhe nga këto orë të shtuara të punës, pa diskutim që efektet e burnoutit theksohen dhe ndikohen edhe më tepër. Pjesa tjetër pastaj, të them të sinqertë Nida, 5 vjeçarin e fundit, 10 vjeçarin e fundit, por edhe më herët, referojnë mjekët kolegët e mi më të vjetër në sistem, ka ndodhur ndryshime të cilat janë ndryshime pozitive. Në pikpamjen e kushteve të punës është reflektuar edhe një rritje në rrogën e mjekut. Dhe të themi të drejtën ka shumë për të përmirësuar, por shërbim shëndetësor në kushtet optimale të funksionalitetit të vet, unë as në Amerikë se kam studiuar mirë edhe sistemi shëndetësor andej, në kuadër të shkëmbimeve euroatlantike dhe më besoj ida që kur kam lexuar disa informacione të cilat nuk do t'i ndaj këtu për shërbimet shëndetësore në botë, realisht jam ndier keq se kam thënë që profesioni i mjekut është kudo i njëjtë, pa diferenca. Kemi mjek të mirë, por problemi ndoshta është edhe te pjesa medikamenteve. Shpeshherë spitalet, jo shpeshherë, shumë të në rasteve spitalet publike kanë mungesë medikamentesh, mungesë pajisjesh. Ndoshta mjekët i kemi të mirë, por kjo pjesa tjetër pastaj nuk e di, Ida, të flasë, shikoj, e kam hasur shumë shpesh këtë problematik, unë nuk përfaqësoj as edhe një lob të caktuar të propagandës, të garantoj për këtë. Unë jam një individ i lirë i formësuar në kuadër të mendimit europian, jam produkti drejt për drejt i Bashkimit Evropian, të garantoj për këtë me sensin e antikonformizmit dhe prirjes për qenë i drejt për drejt, i zëshëm dhe vendimtar në pretendimet e mia, por edhe në kuptimin e problematikave të caktuara, zotojmë dhe referoj se të paktën në shërbimin e pediatrisë unë nuk e kam hasur një problematik të tillë. Dhe unë nuk ishte në tërësi për spitalet publike, jo vetëm për pediatrin, por duhet të kuptojmë diçka. Ida, duhet të kuptojmë diçka. Kam dëgjuar një histori kohët e fundit në të cilën funksionarët publik të kohëve të mëparshme, përpara se të merrnin një pozicion të caktuar në administratën publike, ata vendosnin një spil e cila shkruante paramendo fundin. Ajo mendje geniale, Ida, e cila e ka ideuar një gjë të tillë,
ka qenë një mendje e cila realisht është aktuale edhe sot në pikpamjen e dobiprurjes së një shpikjeje në thojza të tillë. Pasi duhet të kemi parasysh diçka, Ida. Korrupsioni ndonjëherë ndodh një hap larg nesh në të gjitha aspektet. Nuk ka lindur sot dhe nuk ka lindur Nuk ka lindur, pikërisht. Duhet të kuptojmë diçka që varet edhe nga menaxherët. Janë ata që janë bërë edhe armik ndoshta në sistemin shëndetësor që e kam thënë. Menaxherët e nivelit të mesëm dhe të ulët kanë një përgjegjësi të drejtë për drejtë. Shefat e pavioneve kanë një përgjegjësi të drejtë për drejtë. Administratat e spitaleve kanë një përgjegjësi të drejtë për drejtë për mungesën e medikamenteve. Se të paktën në shërbimin, do thuash ti Lori, ndoshta në shërbimin ku je ti nuk duan të bien dhe në sy duke ditur edhe prirjen tënde që ti punktuosh edhe ti mediatizosh edhe ti ekranizosh problematika të tilla dhe ti bësh virale. Shiko, pa diskutim mund të jetë edhe kjo, mund të jetë edhe ky konteksti. Por unë të paktën nuk e kam vënë re, të paktën në shërbimet ku unë kam punuar. Kam parë një bollëk në medikamente, të paktën në pediatri. Ndoshta mund të luhet në shërbimet e tjera. Por një sugjerimi, korrupsioni nuk ndodh në kate shumë të larta të politikë bërjes, më beso, nuk ndodhet atje ku e mendojmë gjithmonë, se është një shprehje popullore që mua më pëlqen shumë dhe unë e kam gjetur realisht shumë e vend përgjatë ndërveprimeve të mia jetike, qoftë ato problemore, qoftë ato të triumfit. Çakalli, ujku, por çakalli bëri gërdin. Kështu që kërkojni në nivele më të ulta bazat edhe përdisimet e korrupsionit. Ne jemi, do më thënë, njerëz, pacient, a më pyetet, më fal, Ida, a më pyetet, shiko, Ida, duhet goditur, shiko, problematika duhet goditur një qelis, a më pyetet ku qëndron, edhe unë me shumë trimëri, me shumë fines, etik dhe takt, pa diskutim, edhe një farë qytetarie, arrita që me buzëqeshje ta tregoj gjithë thelbin. Pastaj, kush kupton, kush do të kuptoj, kush do të kuptoj, s'kupton në rësjedhje personale. Doktoresha, faleminderit që ishe sot me ne, që nda të gjitha analizën tuaj dhe për gjitha informacionet që ju përsollet për shikuesit tanë. Shumë faleminderit për ftesën dhe vlerësoj pafund. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, bashkëdëshimi në intervistat e radhës me tematika dhe të ftuar të ndryshëm. Deri atëherë, mirupafshim.